Jam para komunës së Leposaviqit, nga ora 11 pritet që të jep betimin e tij kryetari i ri i komunës së Leposaviqit, Zoran Todić. Ky kryetar që vjen nga radhët e listës serbe. Vetëm nga ora 11 do të bëhet betimi edhe i kuvendarëve të kuvendit komunal të komunës së Leposaviqit. Kujtojmë që Zoran Todić kishte fituar pa balotazh në zgjedhjet e 12 tetorit, ato zgjedhjet lokale, dhe ai zëvendëson Lulzim Hetimin e lëvizjes vendosje. Lulzim Hetimi kishte fituar në zgjedhjet e parakohshme të vitit 2023 pasi që Todić kishte dhënë dorëheqje në fund të vitit 2022 nga pozita e kryetarit të komunës, njëjtë sikur çka ndodhur edhe në komunën e Zveçanit, Zupi Potokut edhe të Mitrovicës së Veriut, kur në fund të vitit 2022 vendosën që komuniteti serb të largohen nga institucionet e Kosovës. Më pas kishte ardhur Lulzim Hetimi, i cili kujtojmë që për disa muaj kishte qenë edhe kishte qëndruar i mbyllur në komunën e Leposaviqit për shkak të protestave dhe të kundërshtive të zyrtarëve të komunitetit serb, duke mos e pranuar atë si kryetar. Më pas në prill të 2024-s ishte votuar për apo kundër shkarkimit të kryetarit të komunës, por që përsëri komuniteti serb kishte bojkotuar këtë votim dhe Hetimi mbeti aty si kryetari i komunës deri në fund të mandatit. Dhe në zgjedhjet e fundit ai kishte garuar, por mori vetëm 146 vota dhe u rendet si i 6-i në garën për kryetar të Leposaviqit, ndërsa Zoran Todić rikthehet si kryetar i komunës për shkak se ai kishte fituar në zgjedhje lokale në komunën e Leposaviqit që nga viti 2017. Por momentin komuna e Leposaviqit nuk është që janë mbledhur shtetar të shumë, ka disa individ, por shohim forcat dështuara të policisë së Kosovës, të cilët pritet që të mbajnë rendin edhe qetësinë në rast të ndonjë zhvillimi këtu. Kemi parë edhe brenda sallës, e cila është gati për të mbajtur fjalimi i kryetarit edhe betimi i kryetarit të ri dhe kuvendarëve komunal.